Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa tamu at-taslim ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Po vazhdojmë edhe me tutje e vëllezëruar me kuptimet dhe ndikimin e emrit Allah xhallahu al-Karim në jetën tonë të përditshme. Më herët në pjesën e parë të kësaj ligjërate kemi marrë për kuptimet e këtij emri në raport me Allahun azza wa jall. Dhe padyshim se nëse flasim për ndikimet e këtij emri në jetën tonë nuk mund të shkojmë larg kuptimeve, nëse kuptimi e sjell ndikimin. Prandaj pika e parë që mund ta përmendim kur flasim për ndikimin e këtij emri në jetën tonë të përditshme është aja që zakonisht e kemi përmendur gati tek çdo emër i bukur i Allahu xhallahu ala. Aja është që të na shtohet dashuria dhe bindja ndaj Zotit xhallahu xhelaluhu. Të gjitha ato që i përmenda nga format dhe mënyrat e ndryshme të bujarisë së Allahu xhallahu ala ndaj krijesave, dhe që asnjë nga ato, madje asnjë nga ato që i përmenda, as prindi yt nuk mund të jetë bujar ndaj teje sikur është Allahu xhallahu ala. S'po flas për të gjithat, por në asnjërin që kemi fol, apo nuk ka mundësi të jetë bashkë pjesëmarrës me Allahun xhallahu ala në atë bujari, madje asnjëri që më shumë të dojnë ty. Edhe ata që janë bujar ndaj teje, këtë bujari e kanë dhuratë nga Zoti dhe përmes tij kanë qenë bujar ndaj teje. Prandaj gjitha këto kuptime që i cekëm, nëse njeriu në vazhdimsi i shtrydh dhe pin nga uji i pastër tyne, padyshim se ato do ta ujitin drunin e dashurisë së tij ndaj Allahu xhallahu ala në këtë zemër, derisa me të vërtetë të bëhet ai që e ka zënë tër zemrën tonë. Prandaj dashuria ndaj Allahu xhallahu ala duhet të ushqehet nga kjo njohje. Për këtë kur ju keni dëgjuar se dietarët e kanë përmendur se njeriu apo ata që më së shumti e njohin Allahun, ja kanë frikën më shumë. Ata që më së shumti e njohin Allahun dhe më së miri e njohin Allahun, ata e dojnë më së tepërmi. Gjitha këtu kur ne kemi ndëgjuar, ja tash praktikisht mundemi që të fillojmë të kuptojmë apo të provojmë që të jemi edhe ne pjesë e kësaj. Qysh ka mundsi njeriu që sa më tepër e njeh Allahun xhallahu ala, më tepër të don. Që për shembull konkret, provoja këtë me emrin Allah xhallahu ala al-Karim. Sa më mirë e një bujarinë e tij, patjetër, mirë, domosdoshme kimë e dashur më shumë aftë. E mos lasim nëse ne i ashtojmë edhe kuptime të tjera që si ka përmendur ai dietar që un fola për të aftë. Nga bujaria e Allahu xhallahu ala. Andaj kanë ardhur disa dietarë i kanë shtuar këto kuptime duke thënë se Allahu xhallahu ala i jap robëve të tij, është bujar me ta, jo vetëm kur ata të kërkojnë, por edhe vetëm kur ata i paraqitin Allahu xhallahu ala se kanë nevojë, pa kërku. Sikurse e kanë përmend argument për këtë, fjalën Allahu xhallahu ala kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka pas dëshirë që të kthehet ka Mekë aftën. Kad nara taqalluba wajhika fi as-sama. Ne po e shohim se ai ka e kthen kryt ka na. S'ka thon kur kthemu Allah ka kibla aftën. Vetë që po shohim që ti po ke qef, Allahu xhallahu ala ta jap këtë aftën. Subhanallah. Për në këtë bujari ka është madhe, apo? Veç me pa që ti po dënë. Andaj në qofë se një këthim ka qili, ka qeni mjaftushëm që me endru kiblën komplet, ku njerës këthejnë qabe, që ka të mërmene një këthim ditë për ditë ka Allah xhallahu ala me zamër, se ti e dënë Allah xhallahu ala, ti e dënë gjenet në ti, e të mërmene nuk të këthën Allah xhallahu ala ftyrën të në nga zjarë i gjenemit, ka dyrë dhe porët e gjenetit. Në kjo është bujaria ti, kjo është mirësia ti. Ja pa kërku, ja nëse çuse shë interesim të ti pak që ti po don, ja pa Allahu xhallahu xhelaluhu. Madje ajo që ndoshta na shton më tepër dashurinë te Allahu xhallahu ala. Në gjitha këto pika që përmenda është ajo që Allahu xhallahu ala ka përmend se kur dikush i kthen durt ka Zoti xhallahu ala. Ka një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikurse e transmeton Ahmedi dhe Abu Dawudi, hadithi është hasan. Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum tabaraka wa taala hayyun karim.
Zoti juaj është i turpshëm dhe bujar. Shiko, i turpshëm dhe bujar. Hayyun kerim, ka ardhur kerim. Nga bujaria e tij dhe nga turpi i tij ndaj robëve të tij është, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, yastahi min abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra. Nga bujaria Allah xhallahu ala është që kur robi i kthen duart ka qilli me lut Allahun diçka, Allahu turprohet t'ia kthen zbrasta. Diçka i jep. Nëse nuk jep, po të çka ka kërkuar nga se i bën dëm, por nuk ka rob që i ngrit duart ka qilli me kërku diçka nga Allah xhallahu ala e që Allahu t'ia kthen duart e zbrasta. Subhanallahu. S'ka zbrast, nuk kthesh kur pe Zotit apo. Sa të ketë dorën e tij ti ki mu kthy me shport të mbushur me diçka. Madje gjithmonë ajo shport do të mbushet me diçka më dobishme, më të nevojshme për ty se vetë që ke shkuar me lyp ti tek Zoti i gjithësisë apo. Dhe kjo është edhe ndikimi i dytë që ne duhet ta kemi kur e njohim Allahun xhallahu me këtë emër është se të ndihemi që kemi nevojë vetëm për Allahun xhallahu ala. Allahu xhallahu ala i ka gjithë në dorë, apo kur s'ka kthy, as kur s'ka thonë që të kthen, apo e ka emrin El Kerim, bujar. Madje që ti kthen durt ka hajmë me kërku për ti, turprohet për ti mos më don diçka apo. Shikoj këtë mirësi të Allahu xhallahu ala. A nuk duhet kjo që të ushqen zemrën të me një varësi të pa kontestueshme dhe të pa zëvendësueshme vetëm për Allahun xhallahu ala. Të ndijmë që vetëm për të kemi nevojë. Të ndijmë se vetëm ai na duhet, as kush tjetër. As kush tjetër absolutisht. Kush duhet kur e ki këtë Zot? Kush dvyn? Apo çka duhet ai? Çka duhet? Asgjë vallahi, kush duhet hiç. Bujarin e ka, pushtetin e ka, furnizimin e ka. Këtë çka dvyn ty ai ka në dorë vet. Pse duhet me shku tani te dikush tjetër pastaj apo? A nuk dëgjoj subhanallahu, shikoj kët Zot bujar dhe shikoj kët rob mos mirënjohës. Apo Allahu xhallahu ala turprohet kur robi i kthen durt ka qielli me lut nga Allahu xhallahu ala me ia kthy durt e zbrasta. Turprohet nga sosh kerim, nga bujaria e tij turprohet. As jo që ti e nxën gusht, ama turprohet nga bujaria e tij. Ndërsa robi tërkët mirësjellën, apo dhe i çon dur ka dikush tjetër, i cili turprohet me nënçmu, turprohet me përbuz, turprohet me kthy, turprohet me ndoshta edhe me denu ose me keq përdore, me keq atu, përsëri shkon tek ai apo. Dhe përsëri Allahu xhallahu ala, edhe herën tjetër kur të gabon, edhe herën e tretë kur të gabon, e herën e katërt kur kthehet tek Allahu xhallahu ala, si thot shko te ai apo. Po i thot mirë se erdhe, përsëri ja mbush durt me atë që ka kërkuar apo. Kjo është bujaria Allahu xhallahu ala. Atë kjo nuk duhet me të vërtet me na lidh zemrën më tepër me Allahun xhallahu ala, që më të vërtet të zgjidhemi nga prangat e kësaj dhunja që kanë lidh zemrën e njerëzve. Dhe njerëzit fatkeqësisht në këtë botë ose thënë ndryshe në këtë kohë që ne po jetojmë, kanë bërë një lloj varësie për shumë gjëra materiale. Madje edhe vetë muslimanët nuk mund ta paramendojnë jetën pa kët, nuk jetohet pa atë, nuk jetohet pa kët. Ne duhet që të jemi të bindur. Është e vërtetë se në jetën e kësaj bote ka gjëra që na duhen më të domosdoshme nga semi krijesa. Ka gjëra të nevojshme që neve na duhen. Mirë, po asnjë nga këto nuk ka karakter të pazëvendësueshëm. Të gjitha janë me alternativë. I vetmi që është i pazëvendësueshëm për neve është Zoti i gjithësisë. Prandaj aja vlen pastaj, pas këtij kuptimi dhe pas së njohje, apo që ta hidhurojmë atë që është i pazëvendësueshëm, duke marrë diçka që është me alternativë, që çfarë bën njëri? Çka ka në këtë botë? Apo që s'ka zëvendësim? Asgjë. Asgjë absolutisht. Krejt ka zëvendësim. Dhe pa s'ka njëri në botë që kur shkon ai s'na sunrojnë më. S'ka kësi njëri. Nuk ekziston, s'ka kriju Allahu xhallahu kësi njëri që krejt rob të Zotit janë ndarën për ti. S'ka kësi njëri. Kur kush nuk është i pazëvendësueshëm. S'ka kësi njëri ato. Prandaj subhanallahu sa njerëz për ta kënaqë të zavendësueshmin, për ta kënaqë të kalueshmin, për ta kënaqë të dobtin e hidhrojnë të pazavendësueshmin, që është Allahu xhallahu xhelaluhu. Ai kuptimi i emrit Allahu el Kerim na mëson që ta kuptojmë se me gjitha këto kuptime, na veç për to pas kam nevojë, na veç pa to smunum. Dhe nëse përfitojmë nga bujaria e Allahut, çka na bën dëm kooperacia e tjerëve?
Nëse përfitojmë nga bujaria e Allahut, çka na bën dëm mosdhënia e tjerëve? Nëse na përfitojmë nga bujaria e Allahut xhallahu ala, çka na bën dëm shkputja e tjerëve, embargo e tjerëve? Kush çka do të qoftë që të bëjnë? Absolutisht. Çka I ka bërë dëm muslimanëve rrethimin në Mekë që kanë pru 3 vjet, po kanë hungur bari kanë hungur ato. Bari kanë hungur, si do të thotë ato ushqimin e baktive kanë hungur ato. 3 vjet. Mirë, po çka? A punë ka marrë fund? E ka ndrujtë Allahu xhallahu ala. Dhe pastaj Allahu xhallahu ala 3 vjet rrethim, po pastaj Allahu ja ka mësuar që gjysmën e dunjas më ushtru pe durve tyne ato. Prandaj duhet që njëri me jetu me këtë kuptim. Jo vetëm me ditë, po me ushqy zemrën e vet. Wallahi me ushqy zemrën e vet, se në qoftë se unë I kam raportet e mira me Allahun xhallahu ala. Në qoftë se unë përfitoj nga bujaria e tij, absolutisht nuk më bën përshtypje asgjë më në këtë botë. Nuk I servilohem më askujt, apo dhe nuk I parulem më askujt, dhe nuk I nënshtrohem më askujt, në qoftë se gjitha këto janë në llogaritë të kënaqësisë së Zotit tim. Absolutisht. Dhe dhënia përparësi kënaqësisë Allahu xhallahu ala para çdo kënaqësie është përfitim I drejt për drejt I emrit të Allahu xhallahu ala el-Kerim. Sa ajo është bujari. Prandaj na shtohet dashuria dhe na shtohet gjithashtu varësia për të. Nga se kemi një Zot I cili sikurse e përmenda të gjitha I ka në dorën e tij, subhanallahu, dhe çdo gjë varet prej tij. Çdo gjë varet prej tij. Edhe atë që e kërkon nga ajo krijesë dhe çka e pret prej tjetri, s'u jep ai vet. Nëse nuk e ka nënshkruar Zoti I gjithësisë atë. Asnjë njeri s'u nxjerr nga xhepi I tij asnjë euro me dhon, nëse nuk është bi idhnillah. Nëse nuk është me lejen e Allahu xhallahu ala. Asgjë, pra çdo gjë ka lënë ka ai, dashur ti apo s'dashur ti, e pranova apo s'e pranova, gjithçka shkon ka ai, dhe gjithçka varet nga leja e tij. Prandaj kur njëri këtë kupton, tash me të vërtetë I lidhet zemra ative te Allahu xhallahu ala. Dhe gjithmonë insiston që krejt çka ka ta shfrytëzon në dobi të këtyre raporteve, të lidhes me Allahun xhallahu xhelaluhu. Andaj edhe kur e don dikën, e don për shkak se duke e dashur Allahu e don. Edhe kur t'i jap dikujt, I jap për shkak se din se Allah ka më jap për shkak se dhënie. Edhe kur shkon diku e din se Allah ka më çdo kado që shkon është I lidhur me këtë raport me Allahun xhallahu ala. Nga përfitimet e tjera të këtij emri në jetën tonë të përditshme dhe ndëruar është se njeriu kur e kupton këtë bujari të madhe të Allahut azza xhela. Kjo është ndërlidhur edhe me emrin Allah xhallahu ala ash-Shakur që kemi përmendur atje, ose Ar-Razzaq, se bujaria e Allah xhallahu ala nënkupton një dhënie të pakufishme, një dhënie të vazhdueshme. Prandaj sado që njerëzit kanë bërë punë të mira, sado që njerëzit kanë bërë angazhimin në kësaj bote, kanë marrë shpërlim I mjaftueshëm tek Allahu xhallahu ala për të përfituar nga ajo. Andaj nëse e dim se dikush e ka bënë një punë dhe si pasojë e kësaj pune e ka marrë një shpëlim të madh. Dhe ne bindemi dhe informohemi se ka ende kohë për me fitu shpërlimin e caktuar dhe ka mbet ende shpërblime, nuk kanë harxuar gjithë ata. A stimulohemi kësaj radhe më shumë për me bëj të njëjtën punë që ka bërë dikush, apo kur e kuptojmë se puna është më e madhe se sa afati I mundësisë me përfitu nga shpërblimi, nga s'ka dhënë afati apo. Jo s'ka dhënë afati, ne nuk stimulohet. Zot lodhna në fund, ndoshta për 2 ditë me kry punën ka skaduar afati dhe nuk ka mundësi me përfitu apo. Tek bujaria e Allahu xhallahu ala në raport me shpërblimin e krijesave nuk ka afate të caktuara. Apo afati I vetëm që përfundon mundësia me përfitu nga ajo që ka përfitu Ebu Bekri ose Omeri ose filoni nga ashabët e pejgamberit është jeta jote. Që sa ja përfundon kjo mundësi. Përndryshe, e tërjeta është mundësi që të fitosh shumë nga bujaria Allahu xhallahu ala. Ai ka shumë. Nuk mundesh ti askush me paramendu sa ka Allahu azza xhallahu. Shikoj vetëm nga subhanallahu zbulimet e kufizuar që njerëzit kanë bërë për atë që kanë gjithësi thosh sa është e gjerë kjo gjithësi apo. Dhe gjitha kjo që ata e kanë zbuluar, dhe ata po e shohin në këtë kosmos të gjerë, të gjitha këto janë në kuadër të qiellit të parë të dunjas apo. Vetëm kaq. Kjo është vetëm nën ombrellën, nën kulmin e qiellit të parë të dunjas apo.
E çfarë të mëna për edhe 6 palë qiell tjera ose për 7 palë, nga se këto se kanë zbuluar tërësisht çka kanë te ato. Apo sa është e madhe apo subhanallahu. Nëse Allahu po thot vraponi ka xheneti, gjerësia e të cilit është sa krejt qiejtë e tokë apo. Sa gjerësia e xhenetit subhanallahu. Se gjitha këto i përfiton përmes bujarisë së Allahu xhallahu ala. Dhe jotja nuk është me e kontestuar se me uhamend apo me diçka ose me diçka ka gjithmonë tek Allahu xhallahu ala. Vetëm ti interesau dhe ti preokupau dhe ti angazhau për vrapimin tënd, për angazhimin tënd, për sakrificën tënde. Kjo le të gala jote. Ndërsa El Kerim është ai që ta ka siguru shpëlimin e mjaftueshëm, madje të shtuar dhe të shumë fishuar, shumë atë për se vepra që ti e ke bërë. Dhe kjo është patjetër një ndikim që neve na stimulon. Në kohën kur më të vërtetë nuk ka shumë stimulime në këtë botë me kon musliman apo. Nuk ka shumë inkurajime, nuk vrem shumë joshje për mu largu pi haramit. Përkundrazi, ka inkurajime me ran haram, ka inkurajime me lshu fen Allah xhallahu ala. Andaj në këtë kohë të dekurajimeve të shumta për qenë musliman, nuk ka më i mirë se emri Allah El Kerim që na stimulon dhe na inkurajon që të vazhdojmë tutje me veprat e mira, nga se askush këtë botë nëse nuk të falënderon dhe nuk të shpërblen, është El Kerim ai që të paguon këtë botë dhe botën tjetër. Prandaj ndikimi i radhës i tretë që e përmenda është që ky emër të ndikon në stimulimin ton dhe në inkurajimin ton për të vazhduar më tutje, përkundër shumë dekurajimeve dhe zhgënjimeve që mund t'i psojmë në jetën tonë të përditshme për të vazhduar më tutje me punë të mira. Nga ndikimi i emrit të Allahut El Kerim në jetën tonë të nderuar është gjithashtu ajo që kemi përmendur më herë te kuptimi i këtij emri, se bujaria e Allahu xhallahu ala nuk është e ndërlidhur vetëm me aspektin material, por Allahu xhallahu ala është bujar edhe në aspektin e falës së gjunaheve. Prandaj përfiton nga bujaria e tij në këtë aspekt, nga se nuk ka mundësi mëkat me e sfidu bujarin e Allahu xhallahu ala. Nga se Allahu xhallahu ala jo vetëm që i fal mëkatet nga bujaria e tij, por edhe sikurse e kemi pranuar atë kemni Allahu xhallahu ala el-Ghafur, apo Allahu xhallahu ala i shndron ato në punë të mira. Kjo është bujari. Apo a bën këtë nga mirësia e tij, e bën këtë nga bujaria e tij apo. Andaj shikoni edhe këtë bujari që do të shfaqet ditën e gjykimit mes Allahu xhallahu ala edhe robit e tij kur bie fjala për falën e mëkateve apo. Sikurse ka në hadithin që e transmeton Muslimi në Sahihun e tij nga Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thotë se ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam: inni la a'lamu akhira ahli al-jannati dukhulan al-janna. Una e një njeriun e fundit që ka me hinë xhenet. Kështu thotë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Wa akhira ahli an-nari khurujan minha, dhe gjithashtu njerin e fundit që ka me dalë për xhenemi. E një. Njerin e di kush është ai i fundit që ka me dalë për xhenemi. Mas ti s'del më kërkosh. Besin vetëm qufart xhenem. Thot rajulun, kush është ai? Rajulun yu'ta bihi yawm al-qiyamah. Njeriu që do të sillet ditën e gjykimit apo. Fa yuqal, thuhet Allahu jalla wala yuthat malaikëve të tij apo. Aridu alayhi sagara dhunubihi. Fillimisht prezantojani gjunaat e vogla këtij njeriu apo. Të voglat, të t'i kapën. Warfa'u anhu kibaraha, edhe largoni prej tij gjunaat e mëdha që i ka bëu. Njëra i ne tu marr me gjunaat e vogla, që tani përpara mëkatet e vogla ato. Fatu'radu alayhi sigaru dhunubihi. I prezantohen atij mëkatet e vogla. Edhe i thuhet: këtë ditë amilta yawma kadha wa kadha kadha wa kadha. Në këtë ditë e ke bërë këtë vepër e këtë vepër. Këtë kjo në kuadrat e gjunave të vogla, jo gjunave të mëdha. Wa amilta yawma kadha wa kadha kadha wa kadha. Dhe në këtë ditë tjetër e ke bërë këtë dhe këtë. Allah ja numëron gjunat dhe ja tregon datën kur e ke bërë. Nëse ky njeri çka thotë, naam, po, s'e mohon, po e kam bërë, po edhe këtë e kam bërë atë. La yastati an yunkir wa huwa mushfiqun min kibari dhunubihi an tu'rada alayhi. Të subhanallah, ai nuk ka mundësi me mohu. I pranë të gjitha këto, por mendin e frikën e ka çka bëhet ku të mëdhat miqet. Ta është të voglat këtë po përmendën atë,
Ai pipërnon të voglat, ndërsa më aty ka çka ngjon kur të vinë noja tash në pyetje atë. Atëra duke qenë i preokupum me atë që e ka në strajcin e gjunave ti pe mëkateve të mëdha, moment Allahu xhalla wala i thot fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasana. Dash Allahu xhalla wala pe përdon mëkate të vogla, po? Dhe po i thot këtë ditë e ke bë këtë edhe ke bë këtë. Dhe këtë ditë e ke bë këtë edhe këtë. Ai s'ka mundësi me mohu, thot po o Zot. Ai duke thon po, thot çato të mëdha më bën më ndal çka bëhet. Apo? Në këtë moment ai tu e pas frikën për mëkate të mëdha, Allahu xhallahu i thot për çdo të keqe pe këtyre që i ke bë, apo unë po të lloj ka i të mirë apo. Unë po të lloj ka i të mirë. Atëra ky njeri kur e sheh këtë bujari, thot o Zot, amiltu ashya la araha, janë do gjunat më që i kombone po s'jan këtu. Se u çel pazari për me fitu. Apo thot janë do gjunat mëdha që unë s'po i shoh këtu. La araha huna, s'jan këtu. Atëra thot Abu Dharr al-Ghifari e kumpa pejgamberin duke qesh derisa janë dogë dhëmballat. Nga vepra këtij njeri. Subhanallahu po thot me bë me çit mëdha çka bëhet. Kur u çel bujari Allahu xhallahu ala me bujarinë e tij pi afal, edhe po i thot për çdo të keq, ai ke bëj e pranon po. Thot krejt që tu, apo për çdo të keq që i ke pranu, e ki ka i të mirë. Tash u çliru. Thot ja Rab, janë do gjuna që i kombone, po s'po dokën këtu. Na të kuptim që edhe që tu ka i të mirë më jap atë. Shikoj njëri subhanallahu, deri në cilën mas Allahu lejon që robi i tij mu afru te kaj, me komuniku me të, me përfitu nga bujaria e tij apo. Prandaj nuk ka mëkat që mundet me e sfidu bujarinë Allahu xhallahu ala. Por ajo është sa do të jemi pendues apo të penduar, do të thotë të mirëfill sikurse duhet që të përfitojmë nga fala e Allahu xhalla xhelaluhu apo. Gjithashtu nga bujaria Allahu xhallahu ala është se që duhet të stimulohemi dhe të përfitojmë nga ajo. Ndikimi i sot në kësaj bote është se Allahu xhallahu ala na ka premtuar se nëse e bëjmë një të mirë, apo nëse e bëjmë një të mirë, nuk e shkruan një kur. Janë 50 deri në 700 fish më shumë. Në ti e ke jap 1 euro, më lagët e shkruani ka dhënë 10 euro. Apo e tenal deri në 700 euro, deri në 700.000 euro, Allah lem so Allahu shumë fishan. Veç kur nuk ndodh me dhon 1 euro një mushru, s'ndodh kështu. Nuk ndodh kur me bëni të mirë një mushru, s'ndodh kështu. Nëse kur bën të këqijat, është ndryshe hesapi apo. Për të këqijat shkruhet ka një, një të keq e ka bënë, një të keq e ka bëu. Do të jenë këtë hadith në një koment shumë interesant që ka dhënë Qadi Iyad rahimahullah lidhur me këtë hadith. Sikurse është hadithi që e transmeton Buhariu dhe Muslimi në Sahihut e tyre. Kjo është pjesë e bujarisë Allahu xhallahu ala, që duhet ta kenë ndikimin e vet në kësaj bote tek ne për të penduar tek Allahu xhallahu ala, për të bërë punë të mira që të fitojmë shpëlimin e Allahut azza xhallahu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalik. Allahu xhalla xhelaluhu apo i ka caktuar, i ka ndarë të mirat edhe të këqijat dhe pastaj i ka sqaruar, kjo është e mirë, kjo është e keq apo. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamila. Kush e vendos me bëni punë të mirë, po nuk e bën, Allahu ja shkruan një të mirë plot, komplet, si me kry. Kjo se ka bërë, por e ka pas njetë me bërë. I ka dalë, ka harru, i ka dalë një punë tjetër, arsye të caktuar, se ka bërë punë. Ama njetë e ka pas, hemme, e ka pas dert me bërë punë. Jashun Allah xhallahu ala hasana kamila. Jashun Allah xhallahu ala një të mirë të plot. Fa in huwa hamma biha fa amilaha, nëse edhe e ka njetë me bo, por edhe e bën tash atë punën, e ka bën njetë edhe e kryen ç'është duhet, katabaha Allahu lahu indahu 10 hasanatin. Allahu tek Allahu ja shkruan 10 mira ila 700 dhifin, deri në 700 fish, Allahu ja shumëfishon ila adafin kathira. Po s'përfundon të 700 fishi, ila adafin kathira, por shumëfishohet, shumëfishimet shumëta të panumërta që tani nuk mund me numra me kalkulu më apëta. Sa mund me u shumëfishu një e mire dikujt, subhanallah. Në qofë se është e sinqert, e dobishme, e kështu me radha. Wa man hamma bi sayyi'atin, kjo ishte për punë të mira. Ndërsa kush e ka bën jetë me bëni punë të keqe, falam ya'malha katabaha Allahu lahu, kush e vendos me bëni të keqe, po nuk e bën.
Nuk e bën. Dhe kjo nuk e bën e ka komentin e vet, se ka dikush që nuk e bën të keqe, jo pse s'ka dashur me e bë. Por është pengu se me mujt e kish bë kjo diçka tjetër. Po qëllimi i kësaj është ka bërë me bën të keqe, por tani ka harruar me bë. U angazhuar në punë të mirë. E ka thënë Allahu xhallahu dikun hajr me bë, thon, veç pse ka pasur me bë keq, nuk ka shumë Allahu të keq apo. Do të thonë se e bën të keqe, atëra i shkruhet veç një. Nuk ka tani këtu shkruaj 10, 700 fish, shumë fish s'ka kështu. Një e keqe me një shkruaj në fletor ashtu. Thot Qadi Iyad rahimullah në komentimin e këtij ajeti, thot në kuptim të asaj që mos të përthejmë komplet tekstin, thot ai njeriu që me tërë këtë mundësi, me tërë këtë bujari, një e mirë me 700 dhe një e keqe një, apo përsëri, thot ditën e gjykimit, me gjithë këtë mundësi dhe gjithë këtë bujari, ditën e gjykimit, apo i rëndojnë punë të mira, i rëndojnë punë të këqija, apo atërat a ka më i dështuar se çka njëri apo? A ka më i shkatruar se çka njëri subhanallahu. Mas pare këtyre Allahu xhallahu ala ka thonë wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Shpejtoni ka falja e Allahut azza xal. Dhe ka xheneti gjerësia e të cilit është sa qetë edhe toka. Shiko, sa është gjerësia e xhenetit. Mas pari, që aty mos me të nëzon, ku të nëzën Allah të i masani. Gjerësi sa qetë edhe toka, mos më bujt njëri me shti koma që ty, ku në nëzën të një neve mua. Pastaj, mundësia për me përfitu. Apo, një të mirë, 700 të shkrujmë, një të keqe një, një të mirë, 500, një të keqe një, një të mirë, 200, varsisht nga njeti dhe nga dobia. Apo, po me gjithat, kur në 10 nuk është, asë njerë në 10 nuk është. Përse nuk mund është me rritë bagajin, apo nuk mund është me rritë kreditin e punëve të mira, për balë të kësaj mundësia. Kej bjenë si kurse, adin, me tonë dikush, kime shku në gara, apo kime shku në gara, kime vrapu 1000 metra. Edhe ty këna me qitë në kilometr, në këty të këna me qitë në metrin e 900. Apo, ata kanë visë me ngajt për i filimin, për zerës, apo. Ti kimi ngajt në 100, ata kanë me ngajt 1000. Apo, edhe për ta kalojnë. Ku me të quti, më thëri? Ku me të quti? Si e, as për atlet, as për kurgjë si e Allah, për një me, për ta mundësën për të qëtë në fund. Apo, ti ngaj që to pak, se du me të dhonë, a për ta kalojnë tjertë. Kjo pa dëshim është, që kjo është dështima i madhe, në udhë vëllë Allah në arru që njërë mund me dështua për. Që kjo është humbja me e madhe. Që njëri, subhanallah, njëtë në kësaj bote, që nuk përfiton nga emni Allah Gjallahu al-Kerim. Kjo është nga mirësia ti, kjo është nga bujaria ti, sa i dënë. Aneta ka mundësu që me këtë bujari të fitosh të shumë. Në shtimin e punëve të mira dhe në paksimin e punëve të këqija. Andaj, subhanallah, po të shton të mirat, pas e të këqijat s'pejqyr krejt, apo do po t'i falu udhës, do po t'i kom shef në dunja, s'po t'i qesë asot, o pet që ato pak që janë me qitë në peshore, edhe që ato më janë mujtë të mirave, Allah, kjo është pasaj, me të vërtet, jo e meritume, po mëse e meritume, me që dikën gjëhenem Allah në arrujta. Pra ne duhet që në kodrë të përfitojmë, me të vërtet, nga kjo mundësi e madhe që Allah xhallahu na jep në shumëfishimin e veprave të mira, si pasojë tash emrit e tij e El-Kerim. Gjithashtu nga bujaria e Allahut është subhanallahu që duhet të përfitojmë është që edhe Allahu xhallahu ala kur flasim për shkrimin e të mirave, edhe shkrimin e të këqijave, fëmijëve që nuk kanë arritur në moshën madhore, Allahu xhallahu ala u shkruan të mirat edhe fëmijëve dhe prindëve tyre. Nëse të këqijat e fëmijëve siç shkruan as prindëve as atyre. Andaj, shiko sa fiton ti, që të fëmijës të mëson namazin, mëson dhikrin, mëson Kur'anin, apo? Sikur se ka në hadithin e njohur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se një grua e ka pas një fëmijë në dorë kur ka qenë duke shkuar në haxh. Ka thonë, o i dërguar i Allahut, kanë qenë grup njerëzve, edhe ka thonë një grua e ka ngrit fëmijën, ka thonë ali hadha hajj, që kjo a më i bën haxh, ka pas grua fëmijë, tash para mëna sa më bën moshë atje. Ka thonë naam wa laki ajr. Po ka thonë edhe këtij bëhet haxh, ai kuptim, jo haxh që kënë obligimin e fëmia, ka sa obligimi fillon pe asaj. Po Allahu xhallahu ala i llogarit se ka bë.
në kuptim të shpëlimit, po edhe te ke shpëlimin që tu e bajt atë. Kjo bujari e madhe. Piton në me fitu Allah. Me për gjitha aspekte me përfitu nga bujaria e Allahu xhallahu ala. Andaj fëmia falet ose thot subhanallah ose bën një punë mirë me automatizëm i shkojnë sevapat për vetë tyre. Nëse ata kanë qenë sebab normal për këtë punë. Dhe në atë mos që sikur se ka në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se ditën e gjykimit apo ata fëmijë që kanë qenë bartës, lexues, njerëz të Kuranit, prindët e tyre do të shpërblen me kurora të nderit ditën e gjykimit si pasojë e këtij angazhimi që e kanë bërë në raport me fëmijët e tyre. Dhe kjo është bujaria Allah xhallahu ala. A nuk duhet të përfitojnë nga kjo bujari? Po të mundson, hajt ti vet pak më i lodh, nimo pak me fëmijët e tu, hin xhenet Allah. Kat me nimo me familje me këtë më mobilizojnë këtë tim që të përfitojmë nga emri Allah xhallahu ala el-Kerim, që të bëjmë punë të mira, që të përfitojmë nga bujaria e tij e pafundme apo e pazëvendësueshme, e cila na derdhat neve nga gjitha aspektet për të përfituar shpëlimin e madh të Allah xhallahu ala dhe për të liruar nga mëkatet. Andaj edhe nga bujaria Allah xhallahu ala është se subhanallah kur jam puna e mëkateve nuk na i shkruan momentin kur na ngjum. Apo se edhe pjesë e jotja. Me kon për shembull njëri ngjum, tu flajt, edhe ngjum kon, edhe ka rrok me kom xhamën e diçkavit. Edhe thën, e paguon. E paguon normal tash, nëse nuk dënohesh për të, ama duhet të pagu. E ke thyer diçka, e paguon. Tek Allah xhallahu ala nuk ngjihet çka ke bën ngjum s'gjihet atë. Nga bujaria e tij. Gjithashtu kur është sigurisht ka hadith edhe për mana nuk i shkruhet njeriu derisa nuk kin moshën madhore. Subhanallah, dikush 15 vjet çka s'bën për fëmijë, keni pa kanë ka fëmijë që s'u shkruan Allah xhallahu ala. Derisa tin moshën madhore. Nëse të mirat i ashun. Andaj kjo bujaria e madhe në këtë tim padyshim duhet të ketë ndikimin vetë në jetën tonë që të përfitojmë nga bujaria e Allahut subhanahu wa taala. Nga ndikimi i këtij emri në jetën e përditshme është gjithashtu se ne përmendëm edhe më herët se për kuptimeve të emrit të Allahut el-Kerim është se ai është më i lartë, është më i ngritur. Ai me këtë emër e ndron atë që don. Prandaj ne duhet të shikojmë se me çka Allahu xhallahu ala i ndron robët e tij apo. Me çka Allahu xhallahu ala i ndron robët e tij. Nga sa Allahu xhallahu ala ka thonë: "Faman yuhinillahu fama lahu min mukrim." Ata që Allah xhallahu ala e ka përbuz, e ka nënçmu, fama lahu min mukrim, shikoj ka me fjalën kerem, nuk ka kush e nderon. Nëse Kerimit ka nënçmu, kush nderon Allah? Nëse El Kerim të ka përbuz, edhe e ka ul dikën, e ka degraduar dikën, s'ka kush e ngrit. Nuk ka kush e ngrit. Prandaj ne duhet të shikojmë se cilat janë ato punë që Allah xhallahu ala për shkak të tyre me emrin e tij El Kerim na ngrit. Dhe cilat ato punë të cilat Allah xhallahu ala për shkak të tyre na privon nga përfitimi nga emri i tij El Kerim. E padyshim se ai njeriu që don më ngrit tek Allah xhallahu ala ekzistojnë rrugë të shumta, ekzistojnë mënyra të ndryshme. Mirë po. Mënyra më e shpejtë më ngrit tek Allah xhallahu ala është më porul tek ai aftë. Subhanallah, njeriu kur është në sejdë, është pozicionin fizik që është pozicioni më nënçmues i mundshëm. Apo, që të kryt në tokë, që s'ka pozicion më nënçmues kuptimin e jashtëm. Ndërsa rruga më e shpejtë më ngrit tek Allah xhallahu ala është duke e vendosur kokën në sejdë. Sa më i porulni për Allah xhallahu ala, sa më modesti përballë argumenteve të Allah xhallahu ala, sa më me shpejtësi ato i pranon duke nënçmu edhe diturinë tënde, edhe përvojën tënde, edhe pozitën tënde. Gjitha këto i nënçmon për ta ngrit fjalën Allah xhallahu ala, Allah xhallahu ala komë ngrit atë. Pa sa njerëz për shembull kanë hiq dorë nga mendimet e tyre, kanë hiq dorë nga përvoja e tyre, kanë hiq dorë nga autoriteti i tyre, kur ka ardhur koha me e ngrit fjalën Allah xhallahu ala. Dhe për shkak të kësaj Allah xhallahu ala i ka ngrit atë. Sa të tjerë, edhe ata njohin histori që Allah xhallahu ala ka shkruar ebra të tyre në historinë e njerëzimit që të mbetet në ditën e gjykimit. Sa ka të tjerë të ndëruar që ka argumenti, ka shariati, por nuk ka mujt me e ul veten përballë kësaj fjale. E ka mbajtur të ngritur mendimin e tij, e ka mbajtur të ngritur qëndrimin e tij, e ka mbajtur të ngritur autoritetin e tij. Dhe Allah xhallahu ala ka nënçmuar dhe ka përbuzur. Prandaj nuk ngritet njeri me diç më shpejt se nëse e ngrit fjalën Allah xhallahu ala.
Një njëri ka shkuar tek Hasan al-Basriu dhe ka pas nevojë me bëni udhtim gjatë. Edhe i ka thonë, o imam, o hoxh, unë e kam ndërmend me bëni udhtim. Andaj më jap një këshill ti që ta kem parasysh në këtë udhtim, apo thon. Hasan al-Basriu ka dhënë një këshill, ka thonë. Ka thonë, e'izze din Allahi haythu ma kunt yu'izzak Allah. Ngrete fjalën e Allahut kudo që të jesh, Allahu ka më ngrit ty atë. Edhe nuk ka vend një që e ngrit fjalën e Allahut xhallahu ala, edhe pse këtë bota tentojnë me ul e që Allah nuk e ngrit atë. Nëse ai që lufton dinën e Allahut xhallahu ala, këtë bota le të don me ngrit, Allahu ka më e poshnu, Allahu ka më nënçmu, ka më demasku, si do ta caktuar, ai e din kur, po nuk mbetet pa u nënçmu dhe pa u përbuz dhe pa u demasku, nëse nuk pendohet për veprimet e tij. Dhe gjithashtu ajo që duhet me ditë besimtari, se nëse njerëzit këtë botë ngriten për shkak të pozitive që i kanë, për shkak të njofsive që i kanë, për shkak të pasurive që i kanë, për shkak të çfarë do të qoftë shkaku tjetër që e kanë. Na duhet me ditë se Allahu xhallahu ala na ka thënë se inna akramakum indallahi atqakum. Fjalën karam, kerim që po flasim për të, për nderin, për ngritjen e ka përmend vetëm në një kontekst. Dina se më i nderuari tek Allahu xhallahu ala, më i ngrituri është ai që është më i devotshëm. Andaj devotshmëria ndaj Allahu xhallahu ala është rruga e ngritjes. Kushdo që kërkon ngritje tjetër, respekt nga ndonjë derë tjetër, autoritet nga ndonjë shteg tjetër, përveç shtegut dhe rrugës së devotshmërisë, Allahu ka më nënçmuar. Ase kjo rregull që Allahu ka thënë inna akramakum indallahi atqakum. Më i nderuari tek Allahu është ai që është më i devotshëm. Ky ka më nderuar. E ju ai që është më i dishmi, e ju ai që është më i pasuri, e ju ai që është më autoritative, e ju ai që është më i fuqishëm, gjitha këto nuk marrin parasysh në këtë aspekt. Ai që don me ngrit el Kerim, me bëra ata të nderuar, sikurse Allahu xhallahu ala e ka emrin el Kerim, nga se përmes këtij emri i nderon robët e tij. Ai që don më nderu, kjo rruga, devotshmëria, jo mashtrimet, jo hilet, jo intrigat, por devotshmëria, sinqeriteti, adhurimi i pasur ndaj Allahu xhallahu ala është rruga përmes të cilit ngritet robi i Allahu xhallahu ala atje ku Allahu xhallahu ala i ngrit robët e tij. Dhe gjithashtu ajo që duhet ta kuptojmë të ndëruar në këtë kontekst është ajo që e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një rast të hadithit e Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu, kur e kanë pyetur Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, i kanë thënë: Ja Rasulullah, man akramun nas? O i dërguar i Allahut, cili është njëri më i ndershëm, më i ngritur, më i nderuar tek Allahu xhallahu ala? Ka thonë pejgamberi atqahum, më i devotshëm. Ka thonë nuk po të pyesim për këtë. Si rregull na pedim. Atër ka thonë pejgamberi Jusufi është më i nderuar tek Allahu xhallahu ala, Nebiullah, i biri i të dërguarit të Allahut dhe i biri i Khalilullah, nipi i Ibrahimit alayhis salam. Ka thonë ashab, as për këtë nuk po të pyesim apo. Nga se ashab kanë dashur me pyet në kuptim të kaluarës. Në kuptim të kaluarës, në njëri që ka qenë i nderuar në të kaluarën, apo çish ka mundësi me e bart atë autoritet ku të hyn në Islam. Atë nder që ka pas me bart edhe këtu. Atëra ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Fa an ma'adin al-arab tas'alun?" Atëra ju po pyetni për ma'adin, janë mineralet, xehet që kanë vlerë caktuar. Apo tash dikun ka bakër, dikun ka arë, dikun nuk kanë njerëz si xehet. Apo dikush ka bakër më shumë, dikush ka arë më shumë, dikush ka hekër, dikush s'ka kur gjë. Çështja janë të livare. Atëherë për çfarë po pyetni kush është më i vlefshëm në këtë drejtim? Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Khiyaruhum fil jahiliya, khiyaruhum fil islam." Padyshim se ata që kanë qenë autoritativ dhe të nderuar në jahiliat, kështu të jenë edhe në islam, për më një kusht, idha faqihu. Në qoftë se faqihu, apo e njekin rrugën e dijes, edhe përmirësohen dhe pastrohen, Allahu u harun autoritetin e jahiliatit edhe jo bën islam. Kështu ka ndodhur me ashabët e pejgamberit. Abu Bekri ka qenë njëri më i nderuar në jahiliat, që ashtu ka mbetë edhe në islam apo. Mirë, po me kusht e ka njeh rrugën e kësaj pune apo. Omeri ka qenë njëri më i respektuar në jahiliat, apo ja kanë pas frikën, edhe në jahiliat e kanë pas dron. Çashtu njëjtë ka pasur në islam. Allah nuk ja cënon askujt atë që ka pas nga mira së kaluarës, nëse kur kthehet në islam e njeh rrugën që duhet apo.
Nuk e nënçmon Islami kërkan, ja ruan autoritetin, ja ruan pozitën çdo kujt. Nëse ai ruan pozitën e nderën e vet apo. Andaj edhe njerëzve dijes, Allah xhallahu ka jap në esencë ka jap respekt. Po nëse ata nuk e respektojnë vetën e tyre, Allah xhallahu i përbuz apo. Njerëzve me autoritet, Allahu ka jap mundësi që njerëz me ndëgju me respektu. Po nëse ata e përlynë e njollosin e ndytin këtë autoritet me çështje të caktuar dunjas i përdos Allah xhallahu ala. Prandaj ata që Allah i ka përzgjedh që në xhelet me qenë udhëheqës, me qenë prisa, autoritativ, me qenë me emër, të njëjtë bonë kur të hinë në Islam. Me një kusht, nëse mësojnë dinën e Allah xhallahu ala, praktikojnë e njëjë nuk ndëvshmis, u harun Allahu mu atë autoritet, atë respekt që kanë pasur përpara. Dhe kjo është prej ndikimit të emrit të Allah xhallahu ala el-Kerim. Para njeriu kur e njeh Allah xhallahu ala që është Kerim, nuk ka nevojë më u friksu se tash më kon shumë autoritativ, shumë kanë njoft njerëz, tash kur në Islam shumë gjë kush më nënçmon shumë sunë kështu apo i dhe mos i gale. Çat respekt kimë pas, madje edhe më tepër ta garanton emri Allahut el-Kerim, por vetëm në kusht. Nëse këtu kur vjen pak pastrosh, pak gdhandësh se i keni pak gdhandën atë herë. E Islami me dijen e vet, me mësimet e veta të gdhand. Nëse gdhandesh me këto mësime, mbetesh me atë autoritet, me atë pozitë, me atë ndikim që ka pas edhe në të kaluarën. Dhe kjo është një përgëzim i madh për çdo njeri që heziton apo me ndryshuar mënyrën e jetës nga ignoranca në Islam, se ndoshta mos po degradohet, po devalvohet e kështu me radhë, i themi se njihe Allahun me emrin e tij El-Kerim, të largohen gjitha hamendjet, të largohen gjitha dëshyrin, të largohen gjitha frikat, qase Allahu të garanton ruajtjen e kësaj pozite, sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, khiyarukum, të përzgjedhët e juaj në xhelia që keni pas, mbeten të përzgjedhët e juaj në Islam, me një kusht, idha fiqihu. Nëse gdhandën, pastron çata jesin. Qase Allahu xhallahu u ka jap apo ju ka jap mundësi për me qenë udhëheca, me qenë prisa, me qenë me respekt edhe me nder në mesin e njerëzve. Për asaj që përfitojnë nga emri Allahut El-Kerim është që normalisht kemi thonë në dersën e kaluar se Allah është El-Alim, apo Allahu xhallahu ala është i gjithdijshëm dhe e don të dikshmen. Allahu xhallahu ala është El-Kerim, është bujar dhe i don bujarët. Ata që janë bujar, ata që janë dorëdhënës, Allahu xhallahu ala i don. Andaj nëse vëndëruar kuptimi i emrit të El-Bujar përfshin shumë aspekte, jo vetëm atë të dhënies materiale, por edhe të faljes, edhe të dhurimit të kohës, edhe të dijes, gjitha këto aspekte i përfshin, atëherë të mundohemi edhe ne që në çdo shteg për këtyre shtigjeve të jemi bujar me të tjerë. Për atë sa kemi mundësi të ofrojmë nga bujaria jon, qoftë në disponimin ton, qoftë në ndihmën ton, qoftë në kohën ton, qoftë në dijen ton, qoftë në faljen ton, me gjithçka që kemi mundësi me kon bujar me njerëz, të jemi të tillë. Mos jemi kopras në asnjë shteg për shtigjeve të jetës. E nëse Allah na ka bërë të teksuar me një aspekt caktuar, të jemi më të teksuarit në atë aspekt edhe me bujari. Dikon Allah xhallahu ala e ka nderuar me dije, le të jetë më bujarin kuptim të dijes së të tjerët. Nëse Allah xhallahu ala e ka nderuar dikon me pasuri, le të jetë më bujarin këdrim së të tjerët. Apo dikon Allah xhallahu ala i ka dhënë për shembull e ka begatuar Allah xhallahu ala me sabër, le të jetë më bujarin kuptim të durimin ndaj muslimanëve dhe falës. Andaj çdo aspekt që Allah të ka veçuar nga të tjerët, mundohet që në atë aspekt të jesh më bujar se ke të tjerë. Gjasë nuk është në rregull, për shembull Allah xhallahu ala të ka nderuar për shembull me dije. Të ka dhënë dije më shumë se të tjerëve, ndërsa të tjerët e shkepin më shumë se ti. Qysh me të kalu dikush në atë meydan ku Allah të ka përzgjedhur me kon më i parë atë. Ose për shembull të ka dhënë Allah xhallahu ala në aspektin material të ka begatu, apo nuk ka rregull që dikush me kon më dërdhënës se ti në këtë aspekt dhe më bujar edhe pse ndoshta më pak se ti kapton. Jo, po mundon në çdo shteg me pas ka një goditje. Gjithkund mu regjistru, çdo aspekt, mirë po më i theksuarit të jesh në meydanin që Allah të ka veçuar me të. Qoftë meydanit tash i dijes ose i moralit, sikur sa sabri ose falja ose kështu me radhë, apo në aspektin e material, apo në çfarë në aspekti tjetër që Allah të ka veçuar me të, mundohu që në atë aspekt të theksohesh, të jesh më bujar. Nga se qysh dallohen për shembull në këtë dunja njerëzit në atë aspekt që veçohen me të. Për shembull, njëri që Allah xhallahu i ka jap dije, apo a nuk veçohet mes njerëzve, e ulin vend caktuar me vesin, apo a në qoftë se përfiton ti nga kjo begati që Allah ta ka dhënë, le të jetë përfitimi i njerëzve nga kjo begati më i madh se përfitimi yt nga ajo që ti e përfiton. A është e qartë?
Se Allah të ka pasuri, le të përfitojnë tjerët më shumë nga kjo, se që ti përfitojnë nga privilegji që Allah të ka në pasurinë. Bëhu më bujar ndaj tjerëve se që je bujar ndaj vetes tona. Nëse ta kompenzon Allah xhallahu ala tëra që ti ke qenë bujar me të tjerët. Prandaj duhet të jemi bujar, të jemi solidar, të jemi të hapur me të tjerë, në çdo aspekt që ata kanë nevojë. Dhe me çdo aspekt që Allah xhallahu ala thash na ka veçuar prej të tjerëve. Dhe ajo që dua ta përmend në fund është se Allah xhallahu ala e ka përmend se edhe duke qenë ai El Kerim me kuptime që i cekëm, edhe libri i tij është El Kerim. Apo ai ka thënë Allah xhallahu Kur'anun innahu le Kur'anun Kerim. Allah xhallahu e ka quajtur librin e tij Kerim, bujar. Andaj a përfitojmë ne nga bujaria e Kur'anit? Fillimisht nga leximi i tij, apo një shkruajnë me 10, që sa bujar është. Bujaria e Kur'anit është kjo. Apo pastaj Kur'ani është bujar nga ana tjetër. Ta mundson që një përvojë jetësore që dikujt i ka vënë 50 vjet me marr vesh, ai me dyrë të kallëzon atë. Kjo bujaria e mirësisë, e mësimit, që në mënyrë më të shkurtë të kallëzon kuptimet gjona atë. Dikush për një kuptim një libër e shkruan. Kur'ani me dyrë të ka kallëzuar kështu kjo punë. Andaj të përfitojmë sikurse duhet me përfituar nga bujaria e Allahu xhallahu ala, të përfitojmë edhe nga bujaria e Kur'anit, nga sot fjala e Allahu xhallahu ala. Është cilësia e tij që Allahu xhallahu ala ka folur me këtë Kur'an. Prandaj sa njerëz subhanallahu e kanë Kur'anin në shtëpi, e kanë Kur'anin në dorë, por shumë pak përfitojnë nga ai Kur'an. Nuk ta mërmendja në qoftë se di me përfituar nga Kur'ani sa bujar mund me konë. Në çdo aspekt të son. Në çfarë do lloj fushë Kur'ani ka bujari të mjaftueshme për me të shqyrtim me të. Në qoftë se ti din me përfituar për ti, qoftë në aspekt të leximit, apo qoftë në aspekt të meditimit, apo qoftë në aspekt të veprimit, apo qoftë në aspekt të shërimit, apo qoftë në aspekt të gjykimit, në çfarë do lloj aspekti, ai është bujar. Nga se Allahu e ka quajtur librin e tij bujar. Andaj a ke përfituar nga të gjitha aspektet e bujarisë kuranore? Kjo do të më kon përfitimi i radhës nga emri i Allahut El Kerim, nga se edhe libri i tij është quajtur El Kerim, andaj sikur që duhet të insistojmë të përfitojmë nga të gjitha ato kuptime që i bart me veti emri i Allahut El Kerim, të përfitojmë gjithashtu edhe nga bujaria e librit të Allahu xhalla xhelalu dhe të jemi ne thash në këto aspekte bujar pastaj me të tjerët. Kjo është një ndikim i rëndësishëm që duhet ta kemi parasysh kur flasim për emrin e Allahu xhalla xhelalu El Kerim dhe për ndikimin e emrave të Allahu xhalla xhelalu në jetën tonë të përditshme për ta ndryshuar jetën tonë, për të ndryshuar cilëtetin e veprave tona dhe të raportet tona me Allahun xhalla xhelalu. Andaj vëllezëruar, përfund dua të them që të gjitha ato kuptime që i kemi cek më herët, 15, 16, sado që jemi numerikisht, të gjitha ato duhet të kemi vazhdimisht parasysh, apo që ta përjetojmë bujarinë e Allahut xhalla xhelalu nga çdo aspekt. Dhe sa më tepër ndijmë këtë bujari, aq më tepër pastaj do të ketë ndikim ky emër në këto pika që ne folëm deri më tani për to. Është me vërtet është gjuna apo është tmerr që njeriu të jetë në mesin e tërë kësaj bujarie dhe në fund të dalë i varfër pa asgjë në xhepat e tij. Kjo është me vërtet turp, edhe është shkatërrim dhe dështimi më i madh i mundshëm. Ana ki mundsi me kon shumë i pasur në shumë aspekte, nga se ai që është El Kerim po ta mundson këtë. E vetma që ti duhet është ta njohësh me këtë emër dhe t'ia tash me këtë emër dhe t'ia lejosh këtij emri që të bën përmirësimet e nevojshme në jetën tënde. Kaq, nëse këtë i lejmë këtij emri me lejen e Allah xhallahu ala, do të bëhemi të gjithë të pasur, do të bëhemi të gjithë të shpërblyer, do të bëhemi të gjithë nga ata që jemi bujar për njëri tjetrin. Allah xhallahu ala përmirësoft jetën tonë, Allah xhallahu ala përmirësoft kuptimet tona dhe e përmirësoft cilëtetin e adhurimeve tona. Sikur që Allah xhallahu ala që mos na privon nga mirësia e tij dhe nga bujaria e tij as në këtë botë e as në botën tjetër.